Nuk kemi pas një bashkë diskutim me komunën sa e përket draft rregullorës. Është draft rregullore, presim që në një moment caktuar ta kemi një takim dhe t'i shohim se cila do të jenë efektet e kësaj rregullore te biznesi nëse hyn në fuqi. Ne gjithmonë kërkojmë që biznesit mos jetë i ngarkuar se çdo taksë për biznesin është në fund kosto operative që i bartet qytetarit. Se qytetari është fund konsumatori, i cili konsumon qoftë produktet e prodhura, nëse i merr shërbimet prej biznesit. Kështu që është shumë herët për ta dhënë një vlerësim të tillë, prapë siç e thatë edhe ju, është në diskutim publik. Kemi pritje që kur masi mbyllet diskutimi publik, të kemi me zyrtarët e komunës një takim edhe që të diskutojmë, po edhe me bizneset tona mrena do ta diskutojmë me shoqata, sidomos këto më shumë të prej shoqatën e transportit, qoftë madhra, qoftë udhëtarëve, po edhe shoqatën e ndërtimit, kur dihet që ata brenda ditës qarkullojnë edhe kanë mauna, kanë makineri që i kanë të regjistruar në komuna tjera. Dhe ata operojnë në Prishtinë, kështu që na duhet me pas se cilit janë mundësitë që biznesit mos ngarkohet me këtë taksë. Për një vend është e paqartë, për shkak se sipas paraqitjeve publike sa kena pas mundësi me pa, taksa thuhet që do të vendoset vetëm për vetura, po jo edhe për makineri ose mjete punës. Për këtë arsye është e paqartë. E dyta, nëse vendoset ndonjë taksë, se vendoset çfarë do takse të qoftë, ajo është kosto ekstra për biznesin. Dhe pa dyshim, siç e thash, i bartet konsumatorit se e rrit çmimin. Kështu që prapë bëjmë thirrje të zyrtarët e komunës që në një të ardhme shumë të afërt, para se të del për votim kjo rregullore, para se të finalizohet, ta kemi edhe një takim në mënyrë që ta qartësojmë edhe më shumë se si do të implementohet dhe çka do të prek, çka ka për objekt kjo rregullore. Shikoni, duhet me pa edhe momentumin, se nganjëherë janë vendimet shumë drejta, shumë të mira, mirë po duhet me ditë se kur është momentumi më i mirë për t'i futur fuqi dhe për të filluar me apliku. Kështu që unë besoj që zyrtarët e komunës e kanë vlerësuar edhe këtë çështje dhe data hyrjes fuqi ose muaji ose viti besoj që do të shërtohet prapë.